Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Pra, nesër në ora 19, Teatri Tetovës realizon premierën e 5 për këtë vit, e titulluar Dram për të qesh. Shumica çuditen me titullin pse Dram për të qesh, po kur do vini ta shihni shfaqjen, atëherë do e merrni vesh pse është Dram për të qesh. Është projekti i 5, do me thonë premiera e 5 për këtë vit e teatrit, ndërsa është shfaqja e dytë e financuar nga Komuna e Tetovës, me thonë shfaqjen për fëmijë që e kishim para disa javësh, e financuar nga Komuna dhe kjo komedi është e financuar gjithashtu nga Komuna e Tetovës, me shpresë se të gjithë që do të vinë nesër, do të qeshin, do të reflektojnë dhe do të marrin mesazhet e kësaj komedi. Teksti Dram për të qesh është shkruar nga profesori dhe regjisori Sulejman Ushiti. Ka të bëjë me realitetin e sotëm, ka përplasje egosh, përplasje karakterësh, lufta për pushtet. Me këtë shfaqje, du të përcjellim mesazhin sepse jo çdo herë luftohet për karike, role apo poste, sepse nuk janë përhershme. Ka situata komike shumë dhe besoj që do e pëlqejë publika dhe është një diçka që ndodh për herë të parë, shfaqje brenda shfaqjes në Teatrin e Tetovës. Muzikën e bëjna vetë, gjithçka bëjna vetë. Asistenti jam unë dhe kostumografe është Azra Mehmeti.